Sonte, kur të dilni jashtë dhe të shihni hënën të varur në qiell, mos e shihni si një zbukurim romantik apo sfondin perfekt për një foto. Shikojeni për atë që është në të vërtetë, sistemi më i rëndësishëm stabilizues që ka planeti juaj. Mburoja që mban tokën në një pozicion të civilizuar ndërsa orbiton diellin. Arsyeja pse keni stin të parashikueshme, okeane që ngrihen dhe ulen ritmikisht dhe një pjerësi boshtore që nuk s'rregullohet gjatë mijëvjeçarëve, pa hënën, toka nuk do të ishte toka siç e njohim ne. Do të ishte një planet tjetër, i qeverisur nga rregulla të ndryshme, me një klimë të ndryshme dhe një histori biologjike rrënjësisht të ndryshme, nëse do të kishte pasur ndonjëherë një histori biologjike komplekse. Tani imagjinoni atë hënë duke u zhdukur. Ajo nuk largohet ngadalë, nuk fragmentohet në një shfaqje dritash. Thjesht zhduket në një çast sikur të mos kishte ekzistuar kurrë. Në orët e para, qielli i natës do të zbrazej nga e vetmja dritë që na ka shoqëruar gjatë gjithë historisë së njerëzimit. Ky do të ishte problemi më i vogël që vjen më pas, sepse në javët, vitet dhe shekuj që pasuan, toka do të fillonte të transformohej në një planet tjetër, një planet shumë më armiqësor, shumë më kaotik dhe shumë më pak të përshtatshëm për jetën komplekse siç e njohim ne. Lëreni tuajnësi, regjistrohuni dhe shpërndajeni. Le të fillojmë. Hëna është rreth 4.5 miliard vjeçare, pothuajse saktësisht në të njëjtën moshë me tokën. Shkencëtarët besojnë se ajo u formua pas një përplasje katastrofike midis tokës së hershme dhe një protoplaneti me matësinë e Marsit të quajtur Theia, materiali i nxjerrit të cilit u bashkua në gravitetin për të formuar satelitin ton. Ajo ka një diametër prej 3474 kilometrash, afërsisht 1/4 e tokës dhe një masë prej 7.34 herë 10 në të 22 kilogramësh. Ajo orbiton tokën në një distancë mesatare prej 384.400 kilometrash, duke përfunduar një orbit çdo 27.3 ditë. Graviteti i saj, megjithse shumë më i dobët se ai i tokës, ka efekte fizike konkrete dhe të matshme në tokë. Ajo gjeneron batica oqeanike, stabilizon pjerësinë boshtore të planetit në rreth 23.5 gradë dhe ngadalëson rrotullimin e tokës duke shtuar rreth 1.4 milisekonda në gjatësinë e ditës çdo shekull. Këto efekte, të cilat duken delikate, janë ndryshimi midis një planeti të qëndrueshëm dhe të banueshëm dhe një bote kaotike. Heqja e tyre papritur do të kishte pasoja rrënuese që do të ndikonin fjalë për fjalë në gjithçka: klimën, oqeanet, gjeologjin, ekosistemet dhe mbijetesën njerëzore. Gjëja e parë që do të ndryshonte menjëherë dhe dukshëm do të ishte sjellja e oqeaneve. Baticat oqeanike, ato cikle të rritjes dhe uljes së nivelit të detit që ndodhin 2 herë në ditë në shumicën e vijave bregdetare të botës, prodhohen 71% nga tërheqja gravitacionale e hënës dhe 29% nga dielli. Pa hënën, baticat diellore do të vazhdonin të ekzistonin, por ato do të ishin shumë më të dobëta. Diapazoni i baticës do të binte nga diferenca aktuale prej disa metrash në disa zona bregdetare në vetëm disa dhjetra centimetra. Në vende si Gjiri i Fundi në Kanada, ku baticat aktualisht arrin deri në 16 metra midis baticës së lartë dhe të ulët, efekti do të ishte dramatik dhe i dukshëm brenda disa orësh. Por ndikimi i vërtet nuk do të ishte në spektaklin vizual, do të ishte në ekosisteme. Zonat ndërbaticore, ai brez bregdetar i ekspozuar gjatë baticës së ulët dhe i mbuluar gjatë baticës së lartë, janë ndër ekosistemet më produktive dhe biodiverse në planet. Ato strehojnë alga, molushqe, krustaqe, peshq të vegjël dhe zog zhdeti. Vjetra mijëra specie varen nga ky cikël, ekspozimi dhe zhytjeje për të ushqyer, riproduar dhe mbijetuar. Pa baticat e fuqishme hënore, këto zona do të tkureshin në mënyrë dramatike dhe speciet që varen prej tyre do të zhdukeshin ose do të detyroheshin të përshtateshin në afate kohore gjeologjike shumë më ngadalë se shkalla e ndryshimit. Kjo do të rezultonte në një kolaps kaskad të rrjeteve ushqimore bregdetare, duke ndikuar te peshkimi, zogjët e detit dhe përfundimisht te njerëzit që mbështeten te deti për ushqim. Ky është efekti më i thellë dhe më i tmerrshëm afatgjat. Toka është e anuar rreth boshtit të saj me 23.5 gradë në krahasim me planin e orbitës së saj rreth diellit. Ky pjerësi është arsyeja pse kemi stin. Në ver, hemisfera veriore është e anuar drejt diellit. Në dimër, ajo është e anuar. Është një cikel i parashikueshëm, i rregullt dhe i moderuar që ka zgjatur miliarda vjet dhe është baza e klimës siç e njohim ne. Hëna vepron si një stabilizues gravitacional i këtij pjerësi. Studimet të botuara në revistë Natyra astrofizikanët Jacques Lascar dhe Philippe Robutel demonstruan se pa ndikimin stabilizues të hënës, pjerësia boshtore e tokës mund të ndryshonte në mënyrë kaotike midis 0 dhe 85 gradë gjatë 10 miliona viteve.
Me një pjerësi prej 0 gradësh nuk do të kishte stin. Polet do të merrnin pak rrezet e diellit gjatë gjithë vitit dhe do të ishin të mbulluara me akull, ndërsa ekuatori do të ishte përgjithmonë përvolues. Me një pjerësi prej 85 gradësh, polet do të drejtoheshin pothuajse drejt për drejt nga dielli për 6 muaj dhe pastaj do të ishin në errësirë totale për 6 muaj të tjerë, me temperatura që luhaten midis 100 gradëve mbi dhe 100 gradëve nën zero në të njëjtin vend gjatë gjithë vitit. Kontinentet që aktualisht kanë klimë të butë do të vuanin nga vera përvoluese dhe dimra të ngrirë, duke e bërë të pamundur bujqësinë ashtu siç e praktikojmë ne. Ky proces i ndryshimit kaotik vlerësohet të mos jeti menjëhershëm. Do të duheshin miliona vjet për të zhvilluar plotësisht, por sapo të fillonte, nuk do të kishte mekanizëm korrigjues. Lëreni tuaj si, abonohuni dhe ndani. Hëna ngadalson në rrotullimin e tokës përmes një procesi të quajtur fërkim baticor. Sa herë që baticat hënore lëvizin ujin e oqeanit, aqjo energji kinetike tërhiqet pjesërisht nga rrotullimi i tokës, duke ngadalsuar atë shumë gradualisht. Është vlerësuar se pa këtë frenim hënor, ditët e tokës do të ishin midis 6 dhe 8 orë të gjata, në vend të 24 orëve që janë aktualisht. 4 miliard vjet më parë, kur hëna ishte më afër dhe toka rrotullohej më shpejt, një ditë zgjaste afërsisht 6 orë. Pa hënën, toka do të kthehej gradualisht në rrotullime më të shpejta. Një planet që rrotullohet shumë më shpejt ka pasoja të thella fizike. Erat atmosferike do të ishin shumë më të shpejta, duke arritur potencialisht shpejtësi të qëndrueshme prej 100 kilometrash në orë. Forca e Koriolisit, e cila përcakton drejtimin e erave dhe rrymave oqeanike, do të intensifikohej ndjeshëm. Modelet e motit që njohim, sistemet me presion të lartë dhe të ulët, musonet dhe rrymat oqeanike që transportojnë nxehtësinë nga tropikat në pole, do të riorganizoheshin rrënjësisht. Shkencëtarët besojnë se një planet me ditë nga 6 deri në 8 orë do të kishte stuhi të përhershme me dhunë shumë më të madhe se çdo uragani regjistruar në tokën historike, me struktura stuhish që mund të zgjasin për dekada, të ngjashme me njollën e madhe të kuqe të Jupiterit, por në planetin ton. Hëna nuk lëviz vetëm ujin. Ajo ndriçon edhe natën, dhe kjo dritë ka pasoja të vërteta ekologjike që biologët i kanë dokumentuar gjerësisht. Qindra specie shtazore rregullojnë ciklet e tyre riprodhuese, modelet e migrimit dhe sjelljet e gjuetisë dhe mbrojtjes sipas ciklit hënor. Koralet e barierës së madhe të koraleve lëshojnë gametet e tyre në ujë në sinkron me fazat e hënës, në një spektakël masiv riprodhues të koordinuar në shkallën e të gjithë ekosistemit. Breshkat e detit, të udhëhequra nga drita e hënës e reflektuar nga oqeani, gjejnë rrugën e tyre nga rëra në ujë pasi qelin nga veza. Brumbujt e plerave përdorin rrugën e qumështit dhe dritën e hënës për të lundruar në një vit të drejtë natën. Populatat e insekteve të natës, të cilat formojnë bazën e zinxhirit ushqimor për zogj, lakuriq nate dhe amfib të panumërt, kanë ciklet e tyre të aktivitetit të sinkronizuara me fazat hënore. Pa hënën, netët do të ishin dukshëm më të errëta, të ndricuara vetëm nga yjet. Kjo do të rezultonte në çorientimin e specieve që mbështeten në dritën e hënës për riprodhim ose lundrim. Tufat e peshqve që ngrihen në sipërfaqe gjatë netëve të errëta me hënë për të ushqyer, do të ndryshonin modelet e tyre. Shpendët shtektar që përdorin hënën si referencë do të humbisnin një udhëzues të rëndësishëm lundrimi. Biodiversiteti i natës, i cili përfaqëson një pjesë të madhe të gjithë jetës komplekse në tokë, do të pësonte një ndikim madhësinë të cilit shkencëtarët mund ta vlerësojnë vetëm pjesërisht. Hëna është aq e ndërthurur me historinë njerëzore, saqë zhdukja e saj do të ishte një goditje njëkohshme kulturore, psikologjike dhe praktike. Pothuajse të gjitha qytetërimet e lashta i bazuan kalendarët e tyre në ciklin hënor. Kalendarët hebraik, islamik, kinez, hindu dhe budist janë të gjithë hënor ose hënor diellor. Datat e Pashkve, Ramazanit, Vitit të Ri kinez dhe vjetra festave të tjera fetare dhe kulturore përcaktohen nga pozicioni i hënës. Megjithatë, kjo do të ishte ndërprerja më e lehtë për t'u kapërcyer. Ajo që nuk kapërcehet lehtë është humbja e baticave për lundrim, e cila për mjevjeçar u lejonte marinarëve të hynin dhe të dilnin nga portet e cekta. As nuk kapërcehet lehtë humbja e ciklit të dritës së natës, që historikisht u lejonte fermerëve të punonin jashtë orëve të ditës gjatë korjeve. Por ndikimi më serioz afatgjat mbi njerëzimin do të ishte klimatik. Nëse pjerësia boshtore do të fillonte të ndryshonte në mënyrë kaotike, siç parashikohet nga modelet Laskar dhe Robutel, bujësia industriale siç e njohim sot, e cila mbështetet në stinë të parashikueshme, cikle të rregullta rreshjesh dhe temperature, derë periudha ngrirjeje dhe shkrirjeje që përcaktojnë se kur të mbilet dekoret, do të hynte në një krizë të paparë. Aftësia për të ushqyer 8, 10 ose 12 miliard njerëz do të varen nga përshtatja bujësore më e shpejtë se çdo qytetërim tjetër që është dashur të ndërmarrë ndonjëherë.
Efektet më të rënda të variacionit aksial vlerësohet se do të ndihen jo në dekada, por në miliona vjet. Por çarkullimet e para të dukshme klimatike do të fillonin në afate kohore shumë më të menaxhueshme, në mijëra ose dhjetra mijëra vjet, shumë brenda jetëgjatësisë së specieve tona. Lajmi i mirë është se asnjë forcë e njohur në univers nuk mund ta bëjë hënën thjesht të zhduket brenda natës. Hëna është një trup i ngurtë me peshë 7.34 me vjet 0.22 kg, që ka qenë duke orbituar Tokën në mënyrë të qëndrueshme për 4.5 miliard vjet. Nuk do të avullohet, nuk do të kapet në një planet tjetër dhe nuk do të bëhet pluhur nga ndonjë asteroid në të ardhmen e afërt. Megjithatë, ajo që është e vërtetë është se hëna po largohet ngadalë nga Toka me një shpejtësi prej rreth 3.8 cm në vit, si pasojë të njëjtit fërkim baticor që ngadalëson në rrotullimin ton. Pas rreth 600 milion vjetësh, hëna do të jetë mjaftueshëm larg sa eklipse totale diellore nuk do të jenë më të mundshme, sepse disku hënor nuk do ta mbullojë më plotësisht diellin. Në të ardhmen, miliarda vjet nga tani, efektet stabilizuese të hënës në pjersin ton boshtore do të dobësohen gradualisht. Por këto janë procese në një shkallë kohore gjeologjike dhe astronomike, jo kërcënime njerëzore. Në terma praktik, hëna do të jetë atje sonte, nesër, 100 breza nga tani dhe 100.000 breza nga tani. Ajo që zbulon ushtrimi mendor i imagjinimit të mungesës së saj nuk është një kërcënim i afërt, është madhësia e heshtur e rëndësisë së saj. Herën tjetër që e shihni në qiell, mbani mend, nuk po shikoni një zbukurim, po shikoni spirancën gravitacionale që e mban Tokën në ekuilibër të qëndrueshëm. Oren biologjike që përcakton batisat mburohen që mbron stabilitetin klimatik të këtij planeti. Është pjesa më e rëndësishme, më e vjetër dhe më e nënvlerësuar në hështje e sistemit të jashtëzakonshëm që bën të mundur që ju të jeni këtu sonte duke e parë atë. Lëreni tuajinsi, abonohuni dhe shpërndajeni. Deri herën tjetër.